Shejti I ditës 12 mars. Shën Serafina, shembulli I durimit dhe dashurisë së pastër. Në historinë e shenjtorëve gjejmë shpesh njerëz që pavarësisht vuajtjeve të mëdha dhe sfidave të jetës, e kanë jetuar besimin e tyre me një gëzim të brendshëm të pashtershëm. Një shembull I tillë është Shën Serafina, ose siç njihet më shkurt Shën Fina, një vajzë e re nga Toskana e Italisë, e cila në vetëm 15 vjet jetë la pas një dëshmi të fuqishme të dashurisë për Krishtin dhe për të afërmin. Serafina lindi më 1238 në San Gimignano, një qytet I bukur në zemër të Toskanës. Ajo erdhi në jetë në një familje të varfër, por me besim të fortë. Që në fëmijëri, Fina dallohej për butësinë, bujarinë dhe dashurinë për të tjerët. Edhe pse vetë nuk kishte shumë ushqim, ajo gjithmonë e ndante atë me fëmijët e tjerë që ishin edhe më të varfër se ajo. Kjo e bënte atë një shembull të qartë të ungjillit në vepër. Në moshën 10 vjeçare, Fina u godit nga një sëmundje e rëndë që e paralizoi dhe e bëri të paaftë për të lëvizur. Nga ai moment, ajo ishte e detyruar të qëndronte shtrirë gjithë kohën. Por ajo nuk e shihte këtë si një ndëshkim, por si një mundësi për të bashkuar më thellë me Krishtin nëpërmjet vuajtjes. Me një përkushtim të jashtëzakonshëm, ajo zëvendësoi shtratin e saj me një dëras të ashpër druri, duke e bërë kështu edhe më të vështirë gjendjen e saj fizike, në mënyrë që ta bashkonte vuajtjen e saj me atë të Krishtit. Pavarësisht dhimbjeve të mëdha, Fina kurrë nuk u ankua. Ajo I qëndroi besnik Zotit, duke e kthyer dhimbjen e saj në një ofertë dashurie. Besimi I saj I thellë dhe buzëqeshja e saj e pandryshueshme frymëzonin çdo që e vizitonte. Edhe një djalë I verbër që e vizitonte rregullisht prekej nga gëzimi dhe shpresa që Fina rrezatonte, pavarësisht kushteve të saj të vështira. Në momentet e fundit të jetës së saj, Fina pati një vegim të jashtëzakonshëm. Sipas traditës, Papa Gregori I Madh, I shoqëruar nga engjëjt, I u shfaq dhe I dha lajmin e çlirimit të saj të afërt nga dhimbja. Kjo ndodhi më 12 mars të vitit 1253, kur Fina ndroi jetë në moshën vetëm 15 vjeç. Pas vdekjes së saj ndodhen disa mrekulli të mahnitshme. Sipas dëshmisë së banorëve të qytetit, këmbanat e kishave të San Gimignano's filluan të bien vetë dhe në vendin ku kjo kishte qëndruar shtrirë për vite me radhë, mbi dërasën e saj të ashpër, çuditërisht lulëzuan manushaqe të bardha dhe vjollcë, të cilat më vonë morën emrin manushaqet e Finës. Pas vdekjes së saj, ajo u nderua menjëherë si një shenjte nga populli, dhe në vitin 1457 u ndërtua një kapelë e mrekullueshme në nder të saj në katedralen e San Gimignano's. Mësimet që na lë Shën Fina. Historia e Shën Finës është një dëshmi e fuqishme e besimit, durimit dhe dashurisë për Zotin. Ajo na mëson disa mësime të rëndësishme. Vuajtja mund të kthehet në hir. Në vend që ta shihte sëmundjen si një fatkeqësi, Fina e pranoi atë me zemër të hapur, duke e bashkuar dhimbjen e saj me atë të Krishtit. Kjo është një thirrje për të gjithë ata që vuajnë, që të mos e shohin dhimbjen si fundin e gjithçkaje, por si një mundësi për të afruar veten më shumë me hyjin. Dashuria për të tjerët nuk varet nga rrethanat. Edhe kur vetë kishte nevojë për ndihmë, Fina nuk rreshti kurrë së dhëni dhe së ndihmuari ata që ishin në nevojë.
Ajo është një shembull i qartë i asaj që Krishti na mëson: jepni dhe do t'u jepet. Shpresa nuk shuhet kurrë. Edhe në momentet më të errta të jetës së saj, Fina mbajti një shpirt të gëzuar. Ajo na fton të jetoj me shpresë dhe me një besim të palëkundur në dashurinë e Zotit, duke besuar se Ai nuk na lë vetëm, sidomos në çastet më të vështira. Bukuria shpirtërore është më e fortë se dhimbja fizike. Edhe pse trupi i saj ishte i paralizuar, shpirti i saj ishte i lirë dhe plot dritë. Bukuria e saj nuk qëndronte në pamjen e jashtme, por në shpirtin e saj të pastër dhe të mbushur me dashuri për Zotin. Shën Fina, pajtoria e të sëmurëve dhe e San Gjiminianos. Sot Shën Fina njihet si pajtore e San Gjiminianos dhe mbrojtëse e atyre që vuajnë nga paraliza dhe sëmundjet nervore. Çdo vit në qytetin e saj të lindjes kremtohet festa e saj me një përkushtim të veçantë dhe njerëzit vazhdojnë ta lusin për ndërmjetësimin e saj. Kapela e saj në katedralen e San Gjiminianos është një vend shenjtror që tërheq pelegrin nga e gjithë bota. Jeta e Shën Finës është një ftesë për të gjithë ne që të mos dorëzohemi përballë vështirësive, por të jetoj me një besim të palëkundur në providencën hyjnore. Ajo na kujton se edhe në momentet më të errta mund të lulëzojnë lule shprese dhe dashurie. Shën Fina lutu për ne që të lejoj me besim të patundur dhe me dashuri të madhe për Zotin dhe për të afërmin.